Njëra ndër fushat ku klubet kosovare ende hasin në probleme të mëdha është shërimi i lëndimeve që pësojnë futbollistët dhe vështirësitë për të mbuluar kostet e larta financiare të tyre. Ka mjaft raste kur futbollisti vetë duhet të kujdeset për çdo gjë. Te Feronikele aktualisht janë 5 futbollistë të lënduar, 2 prej tyre me gjendje më serioze. Besnik Krasniqi nuk luan që më tepër se 3 muaj për shkak të një lëndimi të rëndë që kishte psuar në ndeshjen kundër Trepçës 89. Fizioterapeuti Adem Hykolli tregon se çfarë punohet në raste të tilla. Sa përket futbollistit Besnik Krasniqi, lëndimi i tij është një lëndim më specifik se sa lëndime tjera të zakonshme në futboll. Është një rupturë e ligamentit kruciat përparëm, i cili do një rehabilitim më afat gjatë, rehabilitimi zgjat 6 deri në 8 muaj. Shpresojmë që Besniku në muajin e 5, eventualisht në muajin e 6 pas operimit, të ju bashkangjitet futbollistëve të tjerë, të kthehet në stërvitje me ta, tek pas muajit të 7 ose 8 pas operimit të aktivizohet si futbollist, të rikthehet fushës edhe të kontribuojë për ekipin. Gjendja aktuale e gjurit është e kënaqshme. Për ne është shumë e rëndësishme që nuk kemi ajtje në nyjën e gjurit. Pastaj amplituda e lëvizjes ose shkalla e lirisë në nyjë është e mirë dhe na lejon në këtë kohë, që është praportësisht java e 11 apo e 12 pas operimit. Krasniqi shprehet i kënaqur me ecurinë e rikuperimit. Jam shumë i kënaqur me rikuperimin. Është duke bërë një punë shumë e mirë, siç e ke edhe Ademi, jam duke bërë terapi edhe jashtë klubit në Prishtinë, dhe këtu i kam bashkangjit ekipit të vazhdojë terapi. Terapiat janë të jetë shumë mirë dhe ndihem shumë i lumtur që po shkojnë çdo gjë në rregull. Golashnuesi më i mirë në Kosovë në 3 vitet e fundit, Vlerant Kurtishaj, është po ashtu i lënduar. Ai tregon se sa vështirë ballafaqohen futbollistët me lëndime të tilla. Them drejtën, kushtet e rikuperimit për lojtarët në Kosovë nuk janë të mira, këto duhet ta pranojmë, shpresojmë që në të ardhmen të ketë kushte sa më të mira për rikuperimin e lojtarëve. Mirë, po me ato që i kemi jemi duke munduar maksimalisht edhe deri tani është duke shkuar shumë mirë, shpresoj që pas 1-2 javëve të kthehem të punoj me ekipën. Ky rikuperim mesatarisht duhet më zgjat dikon deri 4 ose 5 javë, ndoshta 6 javë varet prej dënësisë lëndimit. Mirë, po rikuperimi deri tash është shkuar shumë mirë, 2 javë ditë kanë kaluar që nga koha ku jam lëndu. Shpresoj që edhe 1-2 javë ditë do të stërviti kështu si jam duke stërvit, pra me disa elemente të cilat i kemi. Përveç Kurtishajt dhe Krasniqit, te Feronikele të lënduar që disa javë janë edhe mentor Zhdrella e Behar Maliqi. Për këta të fundit, klubi thotë që do të jenë të gatshëm në fund të muajit për edicionin pranveror të Superligës.